Rritet shumë çmimi I paletit, institucionet nuk e vërejnë këtë ngritje të çmimit. Kryeministri Mickoski thotë se Maqedonia e Veriut është në vendin e dytë për inflacion më të ulët në rajon. LSDM pretendon se Ministria e Arsimit po keq përdor inspektimet për t'i shantazhuar drejtorët e shkollave, Ministria mohon akuzat. Mbi 150 kolon izraelit hynë dhunshëm në kompleksin e xhamisë Al-Aqsa. Përshëndetje shikues të nderuar, jemi me lajmet në televizionin Shenja. Qytetarët po vazhdojnë të ankohen për rritjen e kostos së jetesës. Këtë vit çmimi I paletit kushton rreth 140 denar më shtrejt se sa vitin e kaluar. Rritja e këtij çmimi vjen në një kohë kur institucionet vazhdimisht u bëjnë thirrje qytetarëve të braktisin në mënyra të ndotëse të ngrohjes dhe të zgjedhin alternativa më ekologjike, ndërsa qytetarët ankohen se çmimi është rritur në mënyrë drastike dhe është bërë gati pa përballueshëm. Institucionet nuk e kanë vërejtur këtë rritje të madhe të çmimeve. Peleti, një nga alternativat më të përdorura për ngrohje këtë sezon, po kushton më shtrejt. Rritja e çmimit vjen në një kohë kur institucionet vazhdimisht u bëjnë thirrje qytetarëve të braktisin mënyrat ndotëse të ngrohjes dhe të zgjedhin alternativa më ekologjike. Rritja e çmimit të tyre këtë vit kushton rreth 140 denar më shtrejt, varësisht vendit ku I blen dhe cilësisë së tyre. Paketimi prej 15 kg shitet deri në 340 denar, ndërsa të njëjtin vitin e kaluar mund ta blije për 199 denar. Përkundër qytetarëve të cilët ankohen se çmimi është rritur në mënyrë drastike dhe është bërë gati pa përballueshëm, institucionet nuk e kanë vërejtur këtë shpërthim çmimesh. Inspektorati Shtetëror I Tregut për TV-shenja thotë se gjatë këtij viti ka bërë inspektime të tregtarëve të peletit në kuadër të inspektimeve të rregullta dhe të jashtëzakonshme, por nuk kanë hasur në parregullsi sepse, siç thonë, tregtarët janë të lirë të formojnë çmimet e tregut. Inspektorati Shtetëror I Tregut nuk mban të dhëna të veçanta në lidhje me inspektimet e kryera tek tregtarët e peletave. Çmimet e peletave për ngrohje formohen lirshëm në treg dhe ndryshojnë në varësi të cilësisë, marzhit dhe prodhuesit ose tregtarit. Deri te inspektorati, deri në këtë moment nuk janë dorëzuar ankesa nga qytetarët në lidhje me rritjen e çmimeve të peletit. Vetëm rritja e çmimeve, pra lëvizja e njëkohshme ose e ngjashme e çmimeve midis disa pjesëmarrësve në treg nuk përbën në vetvete provë të ekzistencës së koordinimit kontraktual të çmimeve ose shkeljeve të tjera të rregullave të konkurrencës. Kështu na është përgjigjur Komisioni për Mbrojtjen e Konkurrencës. Për të përcaktuar sjellje të mundshme të bashkërenduar ose keqpërdorim për një pozicion dominues, thonë ata, është nevojshme të ketë një uri që do të tregoni një sjellje të tillë. Lidhur me pyetjen tuaj për ndonjë procedurë të mundshme për shqyrtimin e tregut të peletit, Komisioni mund të ndërmarrë aktivitete të përshtatshme brenda kompetencave të tij ligjore, nëse ka njohuri që tregojnë shkelje të mundshme të konkurrencës. Nga Ministria e Ambientit Jetësor dhe Planifikimit Hapësinor pranojnë se peletët prodhojnë shumë më pak grimca të imta PM2.5 dhe PM10, të cilat janë të dëmshme për cilësinë e ajrit dhe shëndetin dhe këtë shpjeguan edhe përmes një tabele. Ndërsa shtojnë se bashkëpunojnë me komunat për uljen e ndotjes së ajrit, duke zbatuar projekte që promovojnë mënyra më ekologjike të ngrohjes. Gjatë vitit të kaluar, ndërmasat më të zakonshme në nivel lokal kanë qenë subvencionet për familjet për blerjen e pajisjeve të klimës inverter, kolektorëve diellor, lidhjen me rrjetin e gazit, zbatimin e masave për efikasitetin energjetik, rikonstruksionin e objekteve publike, si dhe instalimin e sistemeve fotovoltaike. Ndërkaq Ministria e Energjetikës, Minierave dhe Burimeve Minerale TV-shenja si thotë se bazuar në programin për mbrojtjen e konsumatorëve të kategorive sociale për vitin 2026, Ministria po zbaton masa për të mbështetur drejt për drejt familjet, duke dhënë disa alternativa që qytetarët të përdorin metoda më ekologjike për ngrohje. Qëllimi I këtyre politikave është të sigurojnë energji të disponueshme dhe të sigurt për qytetarët, të ulin kostot e energjisë dhe ngrohjes së familjeve dhe të inkurajojnë kalimin me metoda më efikase dhe më të pastra të ngrohjes.
institucionet vazhdimisht bëjnë thirrje për përdorimin e metodave më ekologjike për ngrohje, si një preventiv për mos të arritur nivelin e ajrit të ndotur. Maqedonia e Veriut, sipas vlerësimeve të qeverisë, ka vendin e dytë për inflacion më të ulët në rajon, ndërsa krahasuar me mesataren e Bashkimit Evropian, vendi ka inflacion 2 fish më të ulët. Por LSDM-ja i ka quajtur propagandë këto pretendime dhe thotë se qytetarët po përballen vazhdimisht me rritje të çmimeve. Numri 1 i ekzekutivit pretendon se Maqedonia e Veriut mban vendin e dytë për inflacion më të ulët në rajon, duke ju përgjigjur pyetjeve të gazetarëve gjatë një aktiviteti në komunën e Gazibabës. Kryeministri Hristian Mickoski tha se gjatë muajit korrik, inflacioni në vend ka qenë 2.3% në nivel vjetor, ndërsa çmimet me pakicë në markete janë rritur me 1.8%, duke e renditur vendin në vendin e dytë me inflacion më të ulët në rajon. Mesatarja e Bashkimit Evropian është rreth 2.9% deri në 3%. Pse përmend këtë? Sepse Bashkimi Evropian është partneri ynë më i madh tregtar dhe ju kujtohet në atë qeveri të vitit 2022, qeveria e LSDM-s dhe BDI-s, kur kishim inflacion 2 shifror, i cili në momente arrinte edhe në 20%, na bindnin se ai ishte importuar. Ndërkohë, mesatarja në BE ishte 2 herë më e ulët se inflacioni tek ne. Tani tek ne është 2 herë më i ulët se mesatarja në Evropë. Por LSDM-ja opozitare ka reaguar ndaj këtyre pretendimeve të kryeministrit, duke thënë se kjo qeveri që nga fillimi i vitit 2024 merret vetëm me propagandë, pas një rezultat real në fushën e ekonomisë dhe integrimeve evropiane. Pse Mickoski vazhdimisht e krahason ekonominë e vitit 2022 në media, sepse viti 2022 ishte kulmi i krizës energjetike, kur inflacioni në vendin ton arriti një rekord prej 19.8%, por edhe në të gjithë botën. Kur krahason situatën e sotme me periudhën më të keqe të mundshme në historinë e fundit ekonomike, çdo rezultat duket si një sukses i madh. Të dhënat reale të entit shtetëror të statistikave për korrikun 2026 tregojnë një rritje serioze të çmimeve, transportit dhe shërbimeve gastronomike. Më tej në reagimin e LSDM-s thuhet se inflacioni po bie në letër, por çmimet po bëhen më të shtrenjta dhe vazhdojnë të rriten. Rënja nga 16% në 2.3% sipas tyre, do thot vetëm se çmimet vazhdojnë të rriten, por me një ritëm më të ngadalt. Qeveria paralajmëron intensifikim të projekteve infrastrukturore me fokus të veçantë të ndërtimit të autostradave. Kryeministri Hristian Mickoski njoftoi nisjen e punimeve për autostradën Shkup-Llac. Kemi mbikëqyrje dhe janë plotësuar të gjitha kushtet për të filluar ndërtimin e kësaj autostrade, ka deklaruar kreu i qeverisë. Ai paralajmëroi edhe fillimin e projekteve të tjera në kuadër të korridoreve 8 dhe 10. Kryeministri Hristian Mickoski paralajmëroi se në periudhën vijuese vendi do të hyjë në një fazë të aktiviteteve të përforcuara ndërtimore, duke vendosur theksin të autostradat me rëndësi strategjike. Këtu ai përmendi autostradën Shkup-Llac, për të cilën tha se përfundimisht janë përmbushur kushtet për fillimin e punimeve. Sipas paralajmërimeve të Mickoskit, punimet për këtë projekt që premtohet për më tepër se një dekadë do të fillojnë ka fundi i muajit gusht, përkatësisht pritjet janë që ndërtimi të fillojë më 26 gusht, pasi siç tha kryeministri, kanë përfunduar të gjitha procedurat formale. Përfundimisht për këtë projekt 10 vjeçar i cili ishte paralajmëruar, kemi kontraktorin, që është një kompani vendase. Kemi mbikëqyrjen dhe janë plotësuar të gjitha kushtet për të filluar ndërtimin e kësaj autostrade. Në shtator pres që të fillojë edhe një tjetër autostradë, bëhet fjalë për segmentin Bukojçan-Kërçov, ndërsa me dinamik të shtuar të përfundojmë autostradën Kërçov-Ohër. Pres që segmenti nga Izvori deri në Vërbjan të hapet në gjysmën e 2 të tetorit, ndërsa i gjithë segmenti të përfundojnë në 3 mujorin e parë të vitit 2027. Kryeministri theksoi gjithashtu se me dinamik të shtuar po vazhdojnë aktivitetet ndërtimore në 3 segmentet e korridorit 8 dhe korridorit 10D. Në përgjithësi do ndërtojnë rreth 6 segmente autostradë dhe kjo është gjithashtu një aktivitet i madh dhe i shtuar ndërtimor, kur kësaj i shtohet edhe Kurudha, seksioni 2 i cili praktikisht është pjesë e korridorit 8, krahu lindor, si dhe seksioni 3, për të cilin pres që së shpejti të shpallet thirrje publike, pasi të gjitha sfidat administrative janë të kaluar. Kjo do të thotë se do të kemi vërtet një ndërtim intenziv.
dhe nëse gjithçka shkon siç duhet, pas përfundimit të studimit të fizibilitetit, në fillim të vitit ardhshëm të nisë dhe korridori 10, natyrisht nëse zgjidhen të gjitha sfidat që kemi. Kujtojmë se marrëveshja për grant në vlerë prej 30.8 milion eurosh ndërmjet të ndërmarrjes publike për rrugët shtetërore dhe Bankës Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim, e cila do të financojë ndërtimin e autostradës Shkup-Llac, u nënshkrua në korrik të këtij viti. Autostrada do të ketë 9 ura, 11 nënkalime, 4 galeri dhe 9 mure mbajtëse. LSDM-ja ka akuzuar sot Ministrinë e Arsimit se po përdor inspektimet për të bërë presion ndaj disa drejtorëve të shkollave. Sipas partisë opozitare, 2 inspektorë nga Inspektorati Shtetëror i Arsimit aktualisht po kryejnë një gjueti për drejtorë që nuk janë djegës të partisë në pushtet. Këto akuza janë mohuar nga Ministria e Arsimit. Ndërsa Mickoski ishte në një ekskurzion shkencor dhe arsimor në Belgjik, Janevska po zbaton programin e saj arsimor në shtëpi, duke abuzuar me institucionet arsimore për llogaritje politike të llojit më të ulët. Kështu ka deklaruar Jovanče Manaskov nga LSDM, i cili theksoi se sipas informacioneve që iu kanë mbërritur, 2 inspektorë nga Inspektorati Shtetëror i Arsimit aktualisht po kryejnë një gjueti për drejtorë që nuk janë ndjekës të partisë. Manaskov pyet nëse të njëjtët 2 inspektor, Mirjana Naskovska dhe Toni Iliev, po kryejnë inspektime të jashtëzakonshme në shkolla të shumta pas ankesave me përmbajtje të ngjashme ose identike. Nga LSDM theksojnë se disa nga procedurat janë para organeve të shkallës së dytë dhe ka edhe raste në të cilat gjykata administrative ka ndërhyrë dhe ka kthyer procedurën për rivendosje, si dhe raste me vendime meritore në favor të drejtorëve të shkarkuar. Apo ushtrohet presion ndaj drejtorëve të shkollave të mesme për të dhënë dorëheqje ose për të dhënë dorëheqje nga pozicionet e tyre para përfundimit të mandatit të tyre, apo kryen qeveria Mickoskit një operacion politik për të spastruar stafin, drejtorët e mëparshëm dhe për të emëruar xhelatët e partisë. A është kjo arsyeja pse këta 2 inspektorë shfaqen në pothuajse të gjithë mbikëqyrjet inspektuese dhe në të njëjtën kohë ngrihen në detyrë dhe shpërblehen? Për këtë ka reaguar Ministria e Arsimit dhe Shkencës, duke thënë se si në pushtet ashtu edhe në opozit, LSDM mbështet dhe përhap operacione të paligjshme. Nga Ministria thonë se pretendimi i LSDM-s se inspektimet përdoren për llogaritje politike dhe shkarkim të drejtorëve të papërshtatshëm të shkollave është një përpjekje për të manipuluar publikun. Struktura Inspektoratit Shtetëror të Arsimit është identike me kohën kur ata e drejtonin institucionin, por atëherë nuk përmenden emrat e të njëjtëve inspektor që po përpiqen t'i denigrojnë sot. Sigurisht, kudo që gjenden parregullsi merren masa të përshtatshme dhe është e pabesueshme se si kjo parti politike gjithmonë qëndron në mbrojtje të operacioneve të paligjshme dhe mbështet mungesën e respektit për sistemin ligjor. Ministria e Arsimit thekson se parregullsitë e konstatuara në shkollën e mesme Pançe Arsovski po trajtohen në përputhje me ligjin, ndërsa akuzat e LSDM-s i konsideron si për llogaritje politike. Ministria thekson se mbyllja e përkohshme e disa shkollave rurale i atribohet rënjes së numrit të nxënësve, të cilën Ministria e lidh me politikat e mëparshme të LSDM-s. Në vend ende ka disa zjarre aktive të cilët në disa raste janë afërsi të vendbanimeve. Gjatë natës së mbrëmshme, zjarfikësit të ndihmuar nga banorët luftuan për disa orë me zjarrin që po afrohej shtëpive në Zelenikov. Ndërkohë, një zjarr tjetër aktiv është në zonën e malit të thatë në hapësirën ndërmjet komunës së Jegunovcës dhe komunës së Sarajit. Paniku i kaploi banorët e Zelenikovës gjatë natës, pasi një zjarr u afrua shtëpive në rreshtin e fundit të Kodrës mbi vendbanim. Zjarfikësit të ndihmuar nga banorët luftuan për disa orë me zjarrin që po i afrohej shtëpive. Mbrojtje shtesë u sigurua edhe nga vetë banorët, të cilët më parë kishin spërkatur me ujë në disa vende dhe kishin hequr shkure dhe pemë duke penguar përhapjen e zjarrit. Me përpjekje të përbashkëta, zjarri u ndal para se të arrinte në shtëpitë e para. Drejtori i drejtorisë për mbrojtje dhe shpëtim ka njoftuar se ka qenë i angazhuar personalisht në aksionin për shuarjen e zjarrit. Ai u thirr në telefon nga një banor rreth orës 2 të mëngjesit. Angelov shprehu mirënjohjen për banorët, zjarfikësit vullnetar dhe zjarfikësit e Shkupit, automjeti i të cilëve, siç deklaroi ai, mbërriti në një kohë të shkurtër.
Ai u pajtua me zjarfiksit vullnetar që t'i përfshi ata në ekipet e reagimit të shpejt të shërbimit shtetëror të zjarfikësve, si dhe të siguroj uniforma mbrojtëse, çanta shpine zjarfikse dhe fshesa për ekipin e tyre të ardhshëm të zjarfikësve. Ndërkohë, një zjarr tjetër aktiv është në zonën e malit të thatë, në hapësirën ndërmjet komunës së Jegunovcës dhe komunës së Sarajit. Për të parë nga afër situatën këtu ishte edhe drejtori i qendrës së menaxhimit të krizave, Muhamet Ali. Ekipet e angazhuara këtu po e monitorojnë nga afër situatën dhe po koordinojnë aktivitetet për përballimin e zjarrit. Tereni në këtë pjesë është i paritshëm për ndërhyrje dhe shuarje toksore. Prandaj deri tash ndërhyrja është realizuar nga ajri. 3 avion të drejtorisë janë angazhuar për shuarjen e zjarrit dhe po kryejnë ndërhyrje në zonat e përfshira nga zjarri. Prokuroria ka njoftuar se ka kapur hetim ndaj një personi i cili dyshohet për transportimin e 324 kilogramave marijuan. Rasti është lidhur me një rrjet organizuar që vepronte midis Maqedonisë së Veriut, Greqisë dhe Turqisë. Dërgesa prej më shumë se 324 kg marijuan ishte e fshehur në balla letre të recikluar dhe rasti është i lidhur me një rrjet të organizuar që vepronte midis Maqedonisë së Veriut, Greqisë dhe Turqisë, njofton Prokuroria Themelore Publike për ndjekjen penale të krimit të organizuar dhe korrupsionit, nga ku dhe hapi një hetim kundër një personi, i cili ndërkohë mori një paraburgim 30 ditor. Sipas prokurorisë, nga shkurti deri më 14 gusht të këtij viti, ky person, së bashku me 3 të dyshuar të tjerë, kundër të cilëve po zhvillohen procedura në Greqi, organizuan blerjen, ruajtjen dhe transportin e marijuanës me një peshë neto totale prej 324 kg dhe 474 gram, me qëllim shitjen dhe vënien në qarkullim të drogës. Në fund të shkurtit, i dyshuari bleri një kamion dhe në fillim të marsit një rimorkio. Më pas, ai organizoi transportin e letrës së recikluar të shtypur nga Maqedonia e Veriut në Turqi, nëpërmjet Bullgarisë. Pasi kreu formalitetet doganore më 8 mars, ai u largua nga zona kufitare Maqedonisë, por në vend që të shkonte në Turqi, ai u nis për në Greqi. Atje ai e la automjetin dhe rimorkion në një parking të mbyllur me qira në Selanik. Në parking, ai u takua me 2 nga të dyshuarit që janë të përfshirë në një procedurë në Greqi dhe organizoi transportin e mëtejshëm të marijuanës, e cila do të fshihen në ngarkesën e letrës së recikluar. Sipas hetimit, nga 11 deri më 14 gusht, 2 të dyshuarit së bashku me persona të tjerë aktualisht të panjohur e fshehën marijuanën në vrima të bëra më parë në balot e letrës së recikluar. Rasti u zbulua më 14 gusht si pjesë e operacionit Vardaris, kur policia greke privoi 2 të dyshuar nga Liria dhe kontrolloi parkingun me qira. Atje u gjet rimorkioja, nga e cila ishin hequr më parë targat. Në 4 paleta në pjesën e pasme të rimorkio dhe në 4 paleta të tjera përpara saj u gjetën 324 kg dhe 474 gram marijuan. Prokurori publik maqedonas vlerësoi se i dyshuari mund të aratiset nëse mbrohet nga liria, të ndikojë tek bashkëpunëtorët dhe dëshmitarët ose të përsërisë krimin. Prandaj, një kërkesë për paraburgim i u paraqit gjyqtarit në procedurë paraprake në gjykatën themelore penale në Shkup. Gjyqtari e pranoi kërkesën dhe urdhëroi që ai të mbahet në paraburgim për 30 ditë. Pensionistët në Maqedoninë e Veriut në shtator pritet të përfitojnë një rritje të re të pensioneve, e cila këtë herë duhet të jetë në përqindje dhe varet nga lartësia e ardhurave mujore. Pas disa rritjeve lineare gjatë periudhës së kaluar, kur pensionet u rritën me të njëjtën shumë, harmonizimi i radhës pritet të llogaritet në përqindje. Kjo do të thotë se pensionistët nuk do të marrin të njëjtën rritje në denar, pensioni më i lartë do të nënkuptojë edhe shumë më të madhe të rritjes. Përqindja e saktë ende nuk është përcaktuar zyrtarisht, pasi për llogaritjen përfundimtare duhet të dihen treguesit përkatës ekonomik. Instituti i Shëndetit Publik ka njoftuar se ka pastruar rastet e prapambetura, ndërsa nuk ka më lista pritje për kërkesat e marra nga Malmet. Drejtoresha e institutit Maria Andonovska deklaroi se më parë pritej nga 3 deri në 6 kishte raste të prapambetura, disa madje mbaheshin në sirtar
pyes vetëm pse, ka shkruar drejtoresha Andonovska. Ajo thekson se me një organizim dhe angazhim më të mirë, ata arritën të përpunonin rastet e prapambetura. Ne arritëm të organizoheshim dhe gjithçka u përpunua, nuk kam lista pritje, sapo Malmet lëshon një kërkesë që përmbush rregulloret ligjore, ajo përpunohet brenda kohës së caktuar për të, ka deklaruar drejtoresha Andonovska. Ushtruesja e detyrës së presidentes së Kosovës, Albulena Axhiu, ka ftuar krerët e subjekteve parlamentare për dialog politik dhe arritjen e një konsensusi rreth zgjedhjes së presidentit, duke paralajmëruar se mungesa e marrëveshjes mund ta çojë vendin në një proces të ri zgjedhor. Ajo ka shprehur keqardhje për refuzimin e ftesës nga Partia Demokratike e Kosovës dhe Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës, duke cilësuar vendimin e tyre si të gabuar dhe mungesë vullneti për tejkalimin e dallimeve. Pavarësisht ftesës sime të sinqertë, subjektet politike si PDK dhe AAK refuzuan të njëjtën. Këtë refuzim e konsideroj veprim të gabuar, të pamatur dhe mbi të gjitha mungesë të vullnetit për të tejkaluar pozicionimet barikaduese, ka shkruar Axhiu. Ndërkohë, deputeti i Aleancës Besnik Tahiri, duke folur në emër të disa deputetëve opozitar, ka deklaruar se nuk do të lejojnë lëvizjen vetëvendosje ta marrë postin e presidentit. Më shumë se 150 kolon izraelit kanë hyrë dhunshëm në xhamin në kompleksin Al-Aqsa në Jerusalemin lindor të pushtuar në mbrojtjen e policisë izraelite dhe kanë kryer lutjet hebraike atje. Lutjet nuk lejohen për jo muslimanët në këtë vend si pjesë e marrëveshjes së status quo-s në fuqi që nga viti 1967 në një qytet që është i shenjtë për 3 fetë abrahamike. Megjithatë, hebrejve u lejohet të vizitojnë kompleksin. Kompleksi i xhamisë Al-Aqsa ndodhet në një pllaj në Jerusalemin lindor, të cilin Izraeli e pushtoi në luftën 6 ditore të vitit 1967 dhe më vonë e aneksoi në një veprim që nuk njihet nga Bashkësia Ndërkombëtare. Për muslimanët, kompleksi është vendi i tretë më i shenjtë i Islamit. Ministri i Jashtëm i Iranit thotë se Teherani po vazhdon bisedimet me Omanin mbi rrugët e transportit detar në ngushticën e Ormuzit, por paralajmëron se rihapja rrugës ujore do të varet nga SBA që mbështesin memorandumin e mirëkuptimit të nënshkruar në qershor. Anija luftarake Jus George Washington ka mbërritur në detin arabik dhe pritet të zëvendësoj anijen luftarake Jus Abraham Lincoln mes shqetësimeve në rritje për kushtet në bordin e kësaj të fundit. Ndërkohë Katari mohoi pretendimet e Iranit se po mban Robert 3 pilot iranian, aeroplanet të cilëve u rrëzuan në shtetin e Gjirit në ditët e para të luftës midis SBA-s dhe Izraelit. Në anën tjetër, Izraeli vazhdon të bombardojë Libanin jugor duke vrarë të paktën 11 persona në sulmet më të këqija që nga armëpushimi ndërmjetësuar nga SBA-t në qershor. Ky ishte lajmi i fundit për këtë edicion informativ. Ju falenderoj për vëmendjen, bashkë miru pafshim.